Drafti i Partisë Socialiste për reformën e re administrativo-territoriale ka nxitur reagime dhe protesta në disa bashki që parashikohen të shkrihen në hartën e re. Këtë të premte, administrata e Bashkisë Klos ka bojkotuar punën në shenjë proteste kundër parashikimit për bashkimin e saj me Bashkinë Mat. Ndërkohë, protesta janë njoftuar edhe në bashki të tjera që me propozimin e mazhorancës pritet të shkrihen. Protesta janë njoftuar në Belsh, Prenjas, Maliq, Divjak e të tjerë. Gjatë ditës së dieshme, në Poliçan është zhvilluar një protestë kundër draftit të reformës territoriale, ku njoftoi dorëheqjen kryetari i Partisë Socialiste në Poliçan, Erion Zyliftari. Drafti i Partisë Socialiste për reformën e re u bë publik një ditë më parë, sipas të cilit parashikohet riorganizimi i hartës së pushtetit vendor dhe ulja e numrit të bashkive me 15 të tilla, nga 61 në 46. Në listën e bashkive që propozohet të shkrihen janë Fusharës, Klos, Rokoshin, Dimal, Poliçan, Patos, Divjak, Selenic, Maliq, Këlcyr, Memaliaj, Libohov, Cërik, Belsh dhe Prenjas. Nga ana tjetër, në një konferencë për mediat, bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale, Arbian Mazniku, sqaroi se propozimi i PS-s ka për qëllim të forcojë bashkitë, duke theksuar se nuk do të largohet asnjë shërbim për qytetarët, e madje bashkitë që do të shkrihen do të kenë nga një nën kryetar.